Fotografia e dytë? Fotografia e dytë është nanushi jam. Unë i thom nanush, për ndryshë është është gruaja e babit e para, që nuk më i thonë atë fjallën njerë, nështë se për mu është personi ma i veçantë i jetës tem. Prej durve të nanushit, unë e kom hongër, kom pije dhe ju më rritë, ju më bo 1,92. Faktikisht, nga 2020 aja nuk jeton më. S'pëdi, është personi që u mungon që të thashe dhe ma herët që kjo sfida ma e modhe. Ta shpjego, se është rasti veçantë. Shumë është rasti veçantë, po. Më thonë, babajut e ka pas një grua. E ka pas në shpi, unë e kom pas në shpi këto. Shpi. Edhe grunë e parë dhe grunë e dytë. Edhe momin tem, edhe nanushin, babi i ka pas në shpi. Tash, mos thija nej, për çfarë arsyet e ka arsye personale tina janë, unë i me thirë në emision me pyet për çka, po unë ju më rrit me nanushin, edhe mos thëm nashta që e kom dasht ma shumë se momin tem, po 99% e kom dasht ma shumë se momin tem. Më falë marë. Prej nga kjo? Kjo nuk ka bo, ne jemi për 6 antarë të familjes, do më thonë jemi 3 vllazën edhe 3 motra, do më thonë 2, 3, 5 jemi, 4 jemi prej nanushit, edhe 2 jemi prej mami tem, një qike një djallë, edhe qa që mirë e kalojmë rësëllna, jemi 3 vllazën që unë pa vllaznit e mi nuk me funksionu, edhe pse i kon vllazni prej babës, edhe motra prej po gjithë keni jetu me një shpi? Me një shpi kemi jetu, jemi rritë si kur me pas një nonë. E unë nuk muj me përshkru jetën unë e pa 2 vllaznit e mi edhe pa 3 motrat e mija. Që i përshëndes se i kom shumë për zemë. Faleminderit shumë.